Në rrugtimin e jetës, disa çifte përballen me sfida që i testojnë kufitë e forcës, guximit dhe dashurisë. Kjo është historia e një çifti që ka kaluar përmes dhimbjeve dhe humbjeve të mëdha, duke përjetuar disa aborte të njëpasnjëshme në muajt e 5 të shtatzanisë, një periudhë ku shpresat dhe ëndrat janë ndërprer papritur. Megjithatë, edhe pas çdo humbjeje, ata kanë vazhduar të luftojnë duke përballur jo vetëm dhimbjen fizike dhe emocionale, por edhe frikën dhe pasiguritë që sjellin intervenimet mjekësore për të pasur një fëmijë. Sakrifica e tyre është e thellë, por përvoja e tyre është motivuese. Pas shumë vështirësive vjen triumfi dhe ky është një mesazh shumë i bukur. Kam nderin dhe kënaqësinë që në studio të kem të ftuar çiftin Vanesa dhe Azem Berisha. Faleminderit që jeni me neve. Faleminderit. Unë e bëra një lloj përmbledhje të asaj se në për çfarë keni kaluar, por po du me ndal pak te përvoja juaj jetësore. Unë e di se tashmë jeni prindër të 2 fëmijëve të mrekullueshëm dhe të shëndetshëm. Po du me fol pak për shtatzëninë e parë, për ardhjen në jetë në fillimisht të fëmijës së parë. Fillimisht ne martuam Paulina në 2015. Në jetë Orideja vajza jon tash i ka mbush 9 vjet. Është ardhur. Me Oridejen shtatzania më shkoi shumë mirë deri muajin e 7. Pastaj lindi Orideja para kohës se ishte problemi të on, që nuk e kemi ditë që ku është problemi. Mbasi lindi Orideja, më thanë që shkaku i infeksionit, edhe na mendum që është në rregull, infeksion. U rrit Orideja, pastaj mbasi bëni Orideja 3 vjet, përsëri deshta me pas edhe një fëmijë tjetër. Por me dështime, një pas një. Unë e përmenda pak ma herë që sakrificat kanë qenë të mëdha dhe ju e shpjegua se si ka ardhur në jetë vajza juaj, fëmia i parë. Sigurisht edhe ajo periudhë e vështirë, sepse po flasim për një lindje të parakoshme, po fal Zotit, ka përfunduar mirë dhe gëzon shëndet të plot. Por pastaj sigurisht keni ndruar që të zgjerroni familjen. Kur e planifikuat fëmijën e dytë? Për fëmijën e dytë e planifikuam kur vajza i mbushi 3 vjet. Si krejt prind, ta molo rrit, vajza se dhe me to në rash shumë me përjetu keq, se e vogël shumë, u dosht në Prishtinë me to, linje para ku me bë, me net me to një muj, derisa e morr vetën, u rrit, dhe ta man me ndumë edhe një fëmijë tjetër për me pas. Por, mbeta shtatzon, shkoj në rregull deri muajin e 5, muajin e 5, dështova. Nuk shkoj në rregull asgjë. Edhe më metëm na, kur i kemi pyetur mjekët, ku është problemi, na thanë që është problemi te infeksioni. Unë me infeksion s'kum pas kur gja lidhje, se çdo femër e di ku të shtatzon, me terapi, me analiza, mu kur gjë s'm ka dalë, po problemin s'kemi mujt me ditë në atë kohë çka kam pasun. Edhe çikën tash e kemi, është mirë. Po në rregull, sa shtatzëni të dështuara ke përjetu Vanesa? I kam përjetuar 5 gjithsej. Të gjitha në muajin e 5? Po, të gjitha. Dhe ato po thuaj se ishin lindje? Po, i kam përjetuar lindje normale, me dhimbje, lindje normale. Periudhë e vështirë. Shumë e vështirë, shumë. Kur e kthej kohën mbrapa, kur më kujtohet, është shumë e vështirë. E kemi përjetuar shumë keq. Unë dhe Azemi shumë keq e kemi përjetuar, sidomos në atë dytë shumë keq. Por kur jemi kthy mbrapa, kemi pas vajzën tonë, apet pak kemi pak më mirë. Pak më ngushëllime kemi pas. Mbështetje, po du me ndal pak te Azemi, sepse sigurisht kjo përjetim është në çift. Në aspektin e dhimbjes fizike, Vanesa sigurisht se ka qenë më atakuar, por në aspektin e dhimbjes shpirtërore keni qenë njësoj të atakuar. Sa e vështirë ishte, si e përjetuat? Po ishte shumë e vështirë, sepse Vanesa vetëm ka pas dhimbje, ka pas, domethënë e disha që po mirat shumë me gjelpona, me kontrolla, edhe psiqikisht u lodh. Tani u duke minejt afër, minimu, hajtë se bot, edhe nëse s'bot, e kena qikër më stanin. Sa ku mujtë e kum shtetë, për shpenzime, mësë qobë menën heqë, mësë me në, qatë mëna me bo, bojmë qasë mëna me bo, e lam krejtë. Po kjo, insistoj ke non-stop, jo dhe me shku qëtu, jo dhe po më thënë edhe qëtu, jo po më thënë edhe qëtu, jo po thënë nash që këja aborti shumë se bot. Tani unë, hajtë ma se po thu, hajtë po shkojmë, hajtë po e bojmë. E njekësha, ama në lisha një kohë që kjo mu qetësu mas abortit, me marrë vetin që tani me pas forcë për me vazhdo tjetëra. Dhe sigurisht, Vanesa, ju thati 5 aborte në muajin e 5, të gjitha sigurisht shumë të rënda, sepse po flasim për
për lindje dhe trupi i gruas ka nevojë për rikuperim dhe pas 5 aborteve të tilla, çka bot? Abortin e fundit, ishëm në vizita Prizren, disa mjek, Shkup, të lyp në ilaç që thojnë, shkurt e shqip, edhe patëm kogja fjalë të forta prej mjekëve, edhe tu mendu që u gjet problemi, edhe azemi të mëna i gati, familjar tjerë, shkojnë rregull deri muajin e 5, u kryen ato problemet e shtazanisë fillimit. Muajin e 5, apet nuk kesh mirë, domethënë abortin e fundit. Azemi direkt e thira sa pa të mri në punë, thash nuk jam mirë, u ardha azemi shumë shpejt. Çaq me shku me mbrina më shpejt me kohë që me pështu na bebën, thash azemi thash mos më çota në spital, thash se janë do proceduar pak më të gjata në spital, më shumë ka punë, jo dhëzim. Thash apo më çutë doktor Agron Hoxha, në Prizren, thash pak më shpejt privat, edhe dikush aty ma liron thash vendin. Jam shku aty, ai doktori më veç më pat njoh se me një shtatzani që i kom pas 2 bineq, jam kam vishtajm vizita. Edhe kur unë tha, po më tha shumë keq Vanesa, tha po ti duhesh me shkuta në spital, me marr një udhëzim dhe ti tha ka përfundu çdo gjë. Duhesh me shkuta për Prishtinë. Po s'po duhesh më lërmu tha njëherë në Prizren. Jem shku direkt, të njëjtat fjalë shumë i ka thënë doktor Hoxha, edhe doktor tjerë më thanë që ti duhesh me shku në Prishtinë, ama jo me çuta padim bashkëshorti, po duhesh me shku me ambulancë. Edhe unë e kom pa vetën që nuk jam mirë. Shkova, më thanë, shpresa shumë pak më thanë në spital mjekët në Prishtinë, më thanë që ti aborton sonte natën, a mëngjes nesër, nuk e di më thanë, avish Zoti e di nalt. Po ti kishe pas bile më thanë, bile 7 muaj më thanë. Edhe unë gjatë natës pata dhimbje, se kom një vetë mirë, veç jam lutan kur me Azemi të fol, Azemi thë ke mos tanim, ke mum, ke çikën, veç ti dhe ke më kanë mirë. Mon mëngjes përfundoj çdo gjë, përfundoj. U bër, më kapën dhimbjet, shkoj procedura gjatë abortit, sikur që shkon çdo herë tek krejt gratë, edhe përfundoj çdo gjë. Dhe pastaj unë sigurisht se po du me u rikthy, ndoshta kjo është hera e fundit, le të themi hera e 5, aborti fundit. Ju e keni përjetuar një gjë të tillë para se të vija i triumfi i madh, që unë pak më herët e pata nderin ta shoh një bukurosh të vogël që e keni sjellë në jetë muaj më parë. Dhe çka menduat në ato momente? A thatë se po dorëzohemi, mjafton? Unë e kam pas edhe në Shkup. Kontrolla funit u konë në Shkup që kena bërë. Me mjekët atje. Atje ka thonë vetëm, do më thonë vetëm Zoti nalt se ku të botë 9 muaj ti ki mu konë me fëmijë në dorë. Edhe unë nuk besojsha. Thosha pa e parë nuk besoj. Po vazhdojsha që shtoj kaj me terapit e ti, tani kur u bo puna që më abortu e thirrëm, tha shkoni në spital të Prizrenit. Për spital të Prizrenit e disha që mu i me shqu spital të Prizrenit, ta aty ku më dështu disa herë. Edhe tani më e nala telefonin në ku misha me atë doktor, kryti abortin, tani normal, unë i do shpërum, menojsha veç mos ta rrezikoj Vanesën, nashta nuk ka nevojë më Vanesa me në kësi faza tjera, du të më nalë, kjo nuk u nalë, kjo dhe kjo po du dhe qëtu, jo më tha Agroni, doktor Agroni, është një doktor i mirë, jo du të me shku të fatim. Unë e disha që është vetëm, në Prizren është vetëm për laborator, nuk e kam ditë që është spital, ka dhe spitalin privat, ka këtë senet, nuk e kam ditë dhe se i kam po vetë. Edhe thash, hajtë se kena me shku një ditë. Kështë dalim, thash, kena me shku. Edhe kjo ishte stoj ke me shku. Vetëm me shku në spital, me bo një kontrol, se që këj doktori. Thash merë adresën edhe kena me shku. Tani vendosëm edhe kena shku në kontrol të doktor Afrimi. Faktikisht, si ishte takimi, sepse kishit pas shumë takime me shumë mjek, brenda dhe jashtë vendit, shumë le të themi kontakte të ndryshme, edhe mandej sigurisht kur të keni të bën me një qift të tillë që e ka një histori të tillë, edhe ndoshta nuk mund të presësh një qift të entuziazmuar që mezi pret ose po e beson që do të gjej zgjidhjen me një herë. Si ishte takimi i parë? Çka ndodhi? Takimi i parë ka qenë bile kon Ramazan. Unë jam kon me Ramazan. Edhe shkova në kontroll me Vanesën edhe
na shtini me në aty në ordinancë. I vetmi doktor që na shtin edhe burrin edhe gruan, edhe kontakton edhe me burrin edhe bën vizitat. Edhe tha ta bëjmë një kontroll. I mor dokumentat krejt, i këshyri krejt dokumentat që ka pas aborte, i lexoj krejt aty në disa minuta, tani filloj me kontrollu këta, se boni një kontroll thellë, tha tani duhet ta me i tha operacion që aty për që aty. Aty për aty? Një intervenim. Intervenim të vogël. Shkoku i aborteve. Tani mu isha me Ramazan edhe mëra, diqysh të sulm. A u kujtës, se besosha çfarë s'disha, ma shumë nuk kom ditë unë çka duhet me bë, tek duhet me bë. Edhe tha duhet me bë, tha, nëse vendosni ta ju me bë, mundi me bë tha me njerë. Çka vendoset ju? Azemi veç më ka këshirë mu, edhe unë më veç që më thonë, a bëm pak ujë, thash, mi adhon, thash edhe leta prishtë, se u kona gjerushëm, se nuk e di ke çka të ndodh me mu, çka është të mdalë, se unë e bëra ngjyzimin e fillë, bona. Aty më dul që e pota disa mioma që më kanë marrë për aborteve, që nuk e kanë kryer mirë intervenimin, mjekët e tjerë. Unë se kom di që atë probleme kam. Edhe tha, doktori tha, dush me bëj atë intervenimin, asem çka po thu. Veç kam të më këshir mu ky edhe thash, ata bëjmë thash që ta provoj asem. Po ky thash shumë po për ty, mo çka më bë? Thash unë du me provu atë çsen. Se në ngjizim tamon po del aty që çafa mitre se jam është shumë e shkurt. Miomat aty po shihen nga ana e majt. Thash du me bën që ta. A je sigurt se ti ki me hi? Thash po. Doktorin Alam njerë me folën më zveti, o arë doktor Afrimo Agjiri dhe Edi, dhe Vanessa je gati, më regona shumë ka thonë shpresë që e përshëndes shumë, se di, edhe i thomë shumë herë dhe se tash foli me ta, a ma bon halal se besoj që e kom lodh, ta në kohën i kom shkru, ta në kohën më ka këthym SMS mu, si tu ta në kohën, edhe dhe Vanessa, mos ta një tha se ka mu bë mirë dhe për ty. Edhe ma jom hyrë në salë, e kom bë ngjyzimin e fellë, mas ne e kom bë intervenimin e parë. Doktori tha, kom nejta gjatë ditës aty në Gjakov me Azemin bashk, më pyetën apo ndihesh mirë, janë sill shumë me Mustafi Gjakovës, edhe në mbrëmje, tha më është doktori më shku. Mas 2 ditë e 3 më tha, dush marr në vizitë, me këshyr ta mitër tash në rregull, po më tregon çka ka me pas gjatë javës, jam shku. Doktori tha çdo gjë është në rregull, tha mirë, tha nuk kishe kon, tha Vanessa, tha seriozisht, tha nuk e kishe pas tha mitrën, tha në rregull. Edhe më tha dush me pauzu 3 muaj. Thash doktor, mas ne i thash çka me bë konkretisht. Më tha është tani intervenim, tha që dush me bë, tha patjetër që nëse ti tha do me pas një shtatzani tha tjetër për me arrit muajin e 9. Tash Paulina më tregu drejt, a mi besu doktorit, a mi besu frikën, unë shumë kam pas stres ta në kohën, se ndryshe stres me pas Azemi ose familjarët e tjerë, ndryshe unë me përjetu vetë trupi jem. Tha dush me bëth një intervenim, aje e gatshme tha që me arrit rezultat. Unë ta në kohën doktor, a ka pas rast dikush sikur nëse e baj, ta në kohën të e pyt. Doktorim tha, ka pas raste, më thëjke 80% për të garantoj, ju thëke unë, 20 për më thëke zotit. A petone, a mi besu, jo doktorit po, a me fillun edhe që të hapë. Sigurisht ka qenë edhe trauma, përjetimet, të gjitha. Jo me fajsu doktorin, po unë të pas frikë. E kuptueshme. Mas ne folim me Azemin tha, mo kemi hin, tha këtu, tha, ke pas që, tha, se më tha, jo që s'kom dashur me pas mi tjetër, tha, po shkako që ti, tha, më ka ardha keq, tha, prej anës tonë, se mo u lodha, u dërmova fizikisht, se nuk është letë, mo. Edhe, tha, dush me bëth një intervenim, një ceklazh u dasht me bëne, para se me mbi 7 zonë u dasht me bë. Edhe e bëna ceklazhën, kom pauzu 3 muaj, edhe çdo gjë shkoi në rregull, unë tankon doktorit të e bë doktora Afrimo Agjirit, t'ja bë doktor, jam të e bë, a ka me bë jetë normale, se tankon kishta zanit të nejtë rat, se di tankon me stres, tankon të pas frikën, mos po m'dodh. Beso nëse një gotë që kom largu për tavolinës, tankon Azemi të mnejt gati të ma pro ushqimin e familjarët e tjerë, pse e heka, mos po m'dodh diçka, pse ashtu, pse kështu, do më thonë, tu e pas frikën se m'dodh, do më thonë, tu nejt rat, tu nejt ull, veç për nevojat mija, tu shkum banjo, unë jëm tut. Po, shkoj, se di, mas nej doktorim tha, pa frikë, tha se çdo gjë ka me shku në rregull, veç ke besim tha në Zot edhe te unë.
E bukur kjo, po paraprakisht unë po kërkoj pak muzikë prej kolegët tonë arsimi, sepse tash po du me u kthy me fol për pjesën e bukur. Deri tash patëm disa emocione këtu të cilat u shoqëruan edhe me dridhje zëri pak lot në sy, sepse sigurisht janë përjetime të cilat unë uroj të mos i përjetoj asnjë çift, por pastaj kur vjen triumfi është ajo pjesa e bukur që do të dëgjojmë në pjesën e dytë. U rikthiem përsëri këtu me Vanesën dhe Azemin, të cilët kanë vendosur që bashkë me ne të ndajnë një përvojë të tyre shumë personale, por që unë besoj që do të jetë shumë motivuese për të gjithë ata çifte të reja të cilët po kalojnë nëpër probleme të cilat kanë të bëjnë me infertilitetin, trajtimin e tyre apo pamundësinë për të arritur shtatzëninë ose për të çuar deri në fund shtatzëninë, sepse problemet janë të ndryshme, edhe rastet janë specifike dhe sigurisht ajo që ka shumë rëndësi është që të motivojmë të tjerët sepse mund të arrihet deri tek triumfi. Po flasim tash Azem, ndoshta edhe po kthehemi tek pjesa juaj. Ju vetëm se e shpjeguat në për çfarë keni kaluar, Vanesa e shpjegoi pjesën në për cilën ka kaluar deri te intervenimi i cili sikur ishte, le të themi, adresa e fundit ku keni trokitur për me kërkuar ndihmë. Por pastaj pas intervenimit sigurisht erdhi koha për të tentuar shtatzëninë e radhës. E kishit me frikë ju? Shumë e frikë. Nuk besojsha, por me shpjegimin e mjekut që çaj shirit që ka me vendos Vanesa, ka pas rezultate shumë. Edhe lindjet Vanesa ka du të mi bot tani vetëm me operacion. Dhe ndoshta ma shpjegon pak momenti kur e kuptuat se po vjen një fëmijë tjetër pas këtyre intervenimeve. Momentin kur e ka kuptu se po vjen një fëmijë tjetër, thesha vetëm inshallah e çon deri në fund, edhe doktorët, vetëm inshallah e çon deri në fund, nuk më intereson as gjinia, vetëm në tash ç'nosh e mirë, edhe vetëm unë kisha qef veç me kalu qëtë krizë. Me kalu qëtë krizë që ta mbylli këtë epokë, dhe më thonë të vuajtjeve, të aborteve, dhe më thonë të ashuj këtë punë, vetëm të asho fëmin në dorë. Dhe Vanes, po flasim pastaj për atë momentin e bukur kur e keni kuptuar se po bëheni prind përsëri dhe kalonin javët, kalonin muajt. Si ishte kjo shtatzënia e fundit? Paulina, shtatzënia e fundit, se di, këtë shtatzënit fundit, jo që unë e bëna intervenimin, edhe aty u kanë esenca që isha shumë e sigurt, po ma mbushi Zoti që shmendin që ka mu bë mirë. Shkurt e shqip e pata dy si rrafsh. Edhe beso qysh i kom pas shtatzani tjera që u dash me nejtë ratë, me frikë. Kështë shtazzanin unë e shijova, tamam e shijova, se dhe në ridejen vajzën, jo që s'kam lëvizë, se kam shiju, po pak adin shtatzania parë, mo. E këto e shijova shumë mirë, edhe vish priçna që Azemi ta nkuon, ma bëjke, Vanesit kalon mu i 5, edhe familjarët e tjerë, është çdo gjë në rregull. Po si të shkon dhe i mujnë e 7, shko ku dhe me që e linda vajzën edhe i jeton adin fëmija, mos të anin se ka më bën mirë. Unë e kalova mujnë e 5, e kalova mujnë e 6, e kalova mujnë e 7, e kalova mujnë e 8, e kalova mujnë e 9, dhe me thonë pa asnjë problem fare. Edhe doktori më thojke, mos të anin se o të shku çdo gjë në rregull, çdo më kombo analizat për infekcion. Doktori theke, Vanesa si po ndije, qysh je, doktori thesha, këtë në rregull, mirë jam. Theke, analizat theke, jenë të dalë shumë mirë, këtë asë një analizë nuk ka dalë din keq, kur. Së në mos për infekcion, thash doktor, thash, qka u bon, thash se, çdo herë thash kam mendu, thash që, unë thash kam probleme me infekcion. Tha, po, problemi yt, tha, nuk kon tha të infekcioni, tha ke pas tha problem, tha tjetër senti, se Paulina në muajin e 5, kur ka fillu më rrit beba, nuk ka mujt me mbajt, mitra ime s'ka mujt me mbajt bebën, moment që u rrit. Dhe me thonë, kam fillu mos nej, me lindje me pas. Edhe çdo gjë e kam shiju, edhe se di jam shumë e lumtur, shumë e kënaqur që arriti doktori me gjithë problemi ku e kam unë, jam shumë falendëruese doktor Afrima Xhirit, stafit e tij, kam kalu perfekt, me një fjalë perfekt shtatzanin. E kam shiju tamam ç'është duhet. Edhe ndoshta mundesh me më tregu pak për momentin kur vendosë që tashmë po vjen në jetë djali, e përmendet pak më herët se ka qenë, le të themi, një obligim profesional i doktorit, ju thotë se duhet të bëhej me prerje cesariane për shkak të intervenimeve.
Si u ndjeve duke u bo gati me hyrë në sallë? Si u ndjeva. Doktori më ka pas tregu, edhe doktora Agron Hoxha, kur më tha që dush me bë çit intervenim dhe më dërgoi te doktora Frima Xhiri, më tha që Vanessa tha ti kime pas tani problem, tha, thash doktor çfarë problem, tha mundesh me bë, tha fëmi, tha po kime pas tani problem, tha të vogël, thash për çka, tha s'mundesh ta me bë, tha lindje natyrale, tha po dush me bë me operim. Fjala jem më kon që vetëm ta çoj deri në muajin e 9. Nuk prish punë, a më operim, a lindje normale se më u mësova më me atë punë. Doktori edhe doktora Frim më tha që Vanessa nuk kime kryta lindje, tha me normal, tha po me operim. Thash nuk prish punë doktor. Se di, a ditë kur shkova në spital, Azemi më ka qenë pak si shpejt se fillun pak disa dhimbje, doktor Afrimi më tha që nuk duhesh mi pas këto dhimbje, tha se për shkak që e kish qeritin, tha mos ki, tha atin, tha diçka, tha probleme gjatë lindje, po. Shkova, stafi, krit, doktor Edi, doktor Afrimi, krit stafi, më shikon të mprit, ato motra tjera, shkova në sallë, se di, që u pata mësu me lindje normale, dyshish shumë shpejt aty për aty, ke pak ma ka dal lindja me operim. Se dik, nuk edhe shumë që e kom pas mendu se tani fillova të mendua ne, po jo, shkoj çdo gjë në rregull. Sidomos momentin kur u ofru doktor Afrimi edhe veç e nxorën djalin, edhe po e nis zonin, veç kom thon, po më duket që u kry, thash, pshtova, veç kom thon. Edhe doktor Afrimi Xhiri, si sot më kujtohet, ajo perdja që është aty në mes, po më thot, Vanessa, tha, për hajër, tha djali, edhe për nguca i mu, se unë ai për më shet që këtë me stres, tha, që ta, tha, ma le, tha, për doktor, tha, tjetrin, tha, ma bën, tha, për FSK, edhe unë atë moment, o doktor, thash, është mirë djali, thash, ka kopja, boj, tha, gjdo gjanë në rregull, tha, vish riceta se përfundoj gjdo gjanë, mas ne e morën bebën motrat, e kom një të qajt, se di, nuk kom fjallë, shkur të shqipë, sidomos kur ma prunën djalin të ftyrat, e kur e niva aromën e ti, më duk që unë e linda për dytë, se jo që unë e linda djalin. U konë një moment shumë i paharruar, s'kom fjallë, nuk di çka të them për atë moment. E bukur kjo, një doktor dhe tani e presim një ushtar. A keni në plan ushtarin? Ose ushtarën? Njerin atë kompletum, tash du të me vendos. Ta shojmë. E si ishte për t'ju ardhja e djalit në jetë? Për mu ishte si film. Dhe më thonë, në atë natë kërë kam që për me lind, kam që në ora 8, mbromjes. Edhe kam thirë doktor Edin, më ka bo sallën gati Prishtin, dhe ka të pëdush më prezen, apo të më Prishtin. Kjo thëke Vanessa vetë të më Prishtin. Tani më ka bo sallën gati, kër kam shku aty, një 2-3 motra ishin konë vesh të makina të prit. Tani në morën mëna, erdhen doktorat, erdhë doktor Edi, erdhen të gjithë aty, t'ja marrë analizat, emrin, grupin e gjakut, Vanessës, edhe tash unë e përpys për thëmë, që ka mu bo? Doktora, është mirë, e kom prunë në gjendje të mirë, dhe qëto. E doktor Edi tha, po, tha, mirë, është, tani doktor Afrimi, tash që bo, doktor, tha, ti vesh rëqëtu, tha, tash ta kjo i në salë, tha, edhe tash ta unë e vi. Edhe tule që tu isha me nanën, unë për cilë se kam pas, kur erdhë një motër me djalin dorë. Edhe po ma silë mu edhe po më të urime për djalin, edhe në kumit. S'po di që mi thonë asaj motrës. Edhe pi thëmë, është mirë Vanessa, po mirë, tha Vanessa, tha veç që në të marë, tha me operimin e Vanessës, tha dhe 10 minuta, tha dele dhe Vanessa. Tha mërë djalin, tha 2 minuta, tha këshirë ne, tha se na duhet na me marë motra tjetër, tha për mja për cilë gjendje. Edhe tani mu më doke se si më film, s'besosha eq, tani edhe është nanës, unë edhe dole me këshirë të ku, apo del, as po del. Tani e kryti, edhe dule edhe Vanessa, e prunë edhe djalin e doktore, tha urime, thash urime edhe ty, thash se unë se kum dit, thash edhe s'kum besu, thash që ka, thash në Kosovë që si spitali. Thash nashta ka edhe tjerë, thash se di, thash po ka im kanune, thash im ndaj dëshpërun, thash unë alo, thash nuk jem të besu, thash edhe alo nuk jem mirë, thash ty, alo nuk jem thash i këtile, thash po thash na mirë na vesh apet, thash edhe që ty kum thonë, në thash, kom qef, thash që të rastin e Vanessës, thash me dit, thash krejt. Thash se nashta dikush se di, thash që egzistosh ti. Thash që se kom ditu me që egzistosh. Thash se me pas dit, thash unë se kësha lodh. Thash i kësha pru direkt e ti. Ta mirë, thash se do ta bëjmë, tha edhe këtë intervista dikur.
për që të rast unë jam iniciatori që kom insistu me bëj intervistën, që ta dinë edhe tjertë, që më dorëzohen, ka raste që mund me pas sukses. E bukur kjo, edhe më e bukur tash fakti që portreti familjar është kompletuar, është vajza e cila tashmë është në klasën e 3 apo në klasën e 4, po. Në klasën e 4. Që është shiu maksimum, është të knaqë. Sigurisht është edhe djali që tashmë ka bërë 5 muaj, kam përshtypjen, dhe për këto 5 muaj shihet se ekziston një lloj energjie tjetër në familjen tuaj. Se di, si ëndër, shumë herë si ëndër, kur e këshyum djalin fillim, drejt për të tregoj që po ta mësu veç me Oriden, shumë herë që mund është me lënë anës, edhe ai edhe ka me kajta, mo thësh na jam veç me Oriden, jam pak adhin si çdo herë lirë, kur e nisha zonën e tij, kur kisha në banjë ose dikun, thësh na është djali jam të kajt. Se di, fillim pak si stres, se ko që një pauze e gjatë, po ajo ndjenja, se di, kur e merrsha në dorë, se di, është një ndjenjë e papërshkueshme se shumë ndodhi, shumë aborte, edhe s'kemi besu që mundja me arrita deri këtu, që aty u konë esenca, rezultati, kur dul se di, pa fjalë, ama, por që vjen kjo ditë, unë për veti personalisht se kom besu, po ja arrita qëllimit, edhe se kom pas plan, nuk e kom pas plan, mu dërzu, veç pse çdo herë Paulina Orideja në shkollë, kur ka pas në i temë për vlla ose për motër, kur viken në shtëpi, oj mami, kena pas këtë temën për vlla për motër, nuk po dim çka me shkruajti mami, i thësha mos tanin, i ka dhe çikat e Axhës. Thësha shkruaj për këto, mos tanin se ka mu bë. Edhe filloi dhe ajo bashkë me mu sikur me ndjej çdo sen se koqa e madhe, kuptoj ke kur mbi ka aborti me pas të shkon në spital të e lën vet. E ka vujtë edhe ajo atë pjesë, mas ne tash këtë shpejt kish pas një tema për vlla për motër, edhe ka ardhur këtë gëzim, po më thot mami tha edhe unë e kom shkruajta për vllahun, tha, e kemi pas një temë, tash ç'po nihesh tash, mam shumë mirë. Po prapë kthehet, mam, ta kisha pas edhe një motër. Dëshirat janë të pafund me. Kështu që nuk ka problem, mundeni me bë edhe ushtaren. Po kismet, ushtaren. Ushtaren që doktor Afrimi ju ka. Tash e kemi gjetë problemin. Letritet pak djali. Sigurisht problemi është zgjidhur edhe shtatzanit janë të shmuar se mund të shkojnë deri në fund të sjelljes. Po tash pa problem, tash nuk kam frikë, nuk tut na hiç. Tani nuk mund të ndaleni, fal Zotit jeni në kohë dhe unë uroj shëndet e jetë të gjatë për juve dhe fëmijët tuaj. Uroj që çdo çift që ka probleme të tilla të gjej problemin sigurisht edhe ta trajtoj atë, sepse është shumë e rëndësishme, sepse kemi të bëjmë me njerëz të cilët përveç aspektit financiar investojnë shumë edhe në aspektin emocional, edhe ndonjëherë përfshihet e gjithë familja e pastaj kjo bëhet një, le të themi, çështje më e madhe, edhe kur zgjidhet pastaj gëzimi është i përbashkët të gjithë familjes. Faleminderit shumë që ishit me neve këtu në Mekast dhe e ndat gjithë këtë përvojën tuaj kaq personale, sepse besoj shumë që do ju hyjë në punë shumë gjifteve të reja. Faleminderit shumë për te Paulina. E përshëndesim doktor Afrimo Axhirin. Kush ka probleme si rasti im, po e ceki, mos ngurrojnë. Adresën është shumë lehtë tash ti me gjetë. Besoj që ka me pas rezultat për doktor Afrimo Axhirit. Unë për vetë jam dashur shumë e kënaqshme me stafin në Gjakov, po ashtu në Prishtinë. E falenderoj jashtëmase doktor Afrimo Axhirin bashkë me djemtë e tij edhe me vajzën Marigonën. Shpresoj që kush ka probleme si unë apo diçka tjetër, inshallah ka me pas rezultat edhe e gjen shumë lehtë. E mos shkon tutje me pas probleme, mos shkon me maltretu veten, se koxha është një farë historinë vete, sepse lodhesh fizikisht, po ashtu edhe psikikisht lodhesh. Sigurisht, është pastaj edhe ana financiare, Azem. Unë kisha thonë gjithë çifteve që mos dorëzohen, të luftojnë deri në fund, të gjenë zgjidhje ka, du të me lyp shumë, du të me pyet shumë, derisa ta gjajnë. Zgjidhje ka në Kosovë kish mjek të fortë. E bukur kjo, sepse kemi nevojë ta kthejmë besimin tek mjekët kosovar. Kishim ku menu se s'ka, po kish Kosova mjek të fortë, kum po ku menu se në që spital ku menu se nuk im kon jashtë, po ku menu se si në Gjermani. Si jashtë, si dikun jashtë. Qaq stafi mirë, qaq stafi fort, qaq me të prit, me të rejt, jo, korrekt, me termine, s'ki nevoj me prit, mu lodh, unë për vetë ju më befasu. Edhe im da shumë i knaqë.
E bukur kjo, ne ju urojmë shëndet edhe sigurisht nëse vetëm pretendoni të zgjeroni familjen tuaj, sigurisht të shkoni tutje dhe të plotësoheni edhe më shumë. Me kismet. Ishte edhe ky një podcast i kësaj jave këtu me Kast në Glam Radio, ku këtë javë ndam ekskluzivisht një përvojë të një çifti që sigurisht do të shërbejë edhe si motivim për çifte të tjera të cilët po kalojnë nëpër periudha të trajtimit të infertilitetit, të mos arritjes së shtatzanisë apo të mos përcjelljes së saktë të shtatzanisë apo dërgimit të shtatzanisë deri në le të themi terminin e fundit kur edhe duhet të ndodh lindja sipas përcaktimeve mjekësore. Urojmë shumë që çdo çift të arrijë objektivet e tij për të krijuar familje, ndërsa deri javën tjetër mos harroni të bëni subscribe kanalin ton zyrtar në YouTube dhe follow rrjetet tona sociale Glam Radio në Instagram, Facebook e TikTok. Miru të gjofshim e miru takofshim.